falim me lajme shumë të mira, sepse qeveria e mirë sjell lajme të mira. Qeverisja jonë e mirë po vazhdon me politika që kanë në qendër mirëqenien e qytetarëve dhe zhvillimin e vendit. Po e nisim me lajmin e mirë për të gjitha nënat e reja. Qysh në fillim të mandatit qeverisës, siç kishim premtuar, filluam skemën e shtesave për gratë lehona në nivel të pagës minimale, 6 muaj nga 170 euro për lehonat e papunësuara dhe 3 muaj nga 170 euro për lehonat e punësuara, mbi pagesën që veç se e marrin sipas ligjit punës. Deri më tani, rreth 70.000 nëna të reja kanë përfituar nga këto shtesa. Me që tash e kemi edhe pagën minimale të re, është koha që kjo të reflektohet edhe në shtesat për gratë lehona. Sot, në mbledhjen e 261 qeverisë, do të miratojmë rritjen e vlerës mujore të shtesave nga 170 euro në 325.9 euro, aq sa është vlera neto e pagës minimale të re. Pra për të gjitha nënat lehona, që nga ky muaj, shtesa mujore do të rritet në 325.9 euro, e kjo përbën një rritje prej 91.7% apo gati 2% të shtesave. Për 6 muaj, shtesa e rritur përkthehet në 1.955.4 euro dhe kur kësaj i shtojmë edhe shtesën mujore për fëmijën, që është së paku 20 euro në muaj, apo 120 euro për 6 muajt e parë, atëherë efektivisht del se qeveria mbështet secilën nën të re me 2.075.4 euro. Pra për çdo fëmijë të lindur, mbështetja e qeverisë vetëm për 6 muajt e parë e tekalon vlerën prej 2.000 euro. Kjo nuk ka ndodhur asnjëherë më parë. Me këtë nivel mbështetje mund të krahasohemi me shumë shtete të tjera më të mëdha e të forta ekonomikisht se sa ne. Lajmi tjetër i mirë është për gratë lehona të punësuara. Agjencia e Statistikave të Kosovës këtë javë ka publikuar nivelin